Se pas shërbimit të kuvendit, nuk kemi kvorum për me majtë mbledhjen në mungesë të gjithë asamblejësve të vetëvendosjes dhe të Partisë Demokratike të Kosovës. Andaj nuk mundem me proceduar matutje, e konstatoj të mbyllur mbledhjen e jashtëzakonshme. Kemi bërë thirrje që sot të votojmë që ta qesim për diskutim publik planin zhvillimor komunal, pra një dokument i cili është i gatshëm tashmë gati 1 vit e gjys, e që bllokohet gjatë gjithë kohës prej opozitës, pra edhe prej Partisë Vetëvendosja, po ashtu edhe prej Partisë Demokratike të Kosovës, siç e patë edhe sot nuk i kishim ata asamblejist sot këtu. Asamblejist të cilët janë të votuar nga qytetarët e kryeqytetit, të cilët po shoh edhe shumë postime që thirrën në jo transparencë, pra thonë që nuk ka transparencë. Domethënë është e kundërta prej asaj çka ne po kërkojmë që 1 vit e gjys, një dokument në të cilin kanë punu të gjitha drejtoritë, kanë punu institucionet, kanë punu qytetarë të ndryshëm. Ky dokument është me rëndësi të madhe për kryeqytetin në shumë sfera. Pra në aspektin e edukimit, si zhvillohet edukimi, mësimi në kryeqytet, në aspektin e shëndetit, si zhvillohet po ashtu si shërbejmë qytetarët e kryeqytetit, në aspektin e zhvillimit rural, si e mbrojmë natyrën, ambientin, si e zhvillojmë turizmin malor, si krijojmë punë, në aspektin e infrastrukturës. Pra ku i kemi investimet më të mëdha kapitale në kryeqytet, si Unaza e kryeqytetit, si tash edhe fshati olimpik, i cili është më së nevojshëm për lojrat mesdhetare. Sa lagje vizituar procesi për Sa janë të njoftuar? Të gjitha lagjet i kemi vizituar, po ja që njerëz si ti që jepin dezinformata, që i rrajnë njerëz si ti që i rrajnë të gjithë qytetarët e kryeqytetit. Pikërisht. Plani zhvillimor komunal është dokumenti i dytë më i rëndësishëm në Republikën e Kosovës mbas Kushtetutës së Republikës së Kosovës. E ka për qëllim rregullimin e jetesës së të gjithë qytetarëve të cilët jetojnë në qytet. E para është jo e moralshme, domethënë që në fund të mandatit të tentohet të miratohet një plan kaq i rëndësishëm. E dyta, sa i përket transparencës, këta po thonë që po japin një afat 30 ditor për konsultime publike, mirë po kjo nuk është moralisht korrekte, për arsye se 30 ditë nuk janë të mjaftueshme me analizu një dokument i cili pothuajse në draft final.